Tradhtia e amanetit. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush tradhton një amanet në këtë botë dhe nuk ja kthen të Zotit e pastaj e arrin vdekja, ai vdes jo në fen time dhe do të takohet me Allahun, ndërsa ai për Allahu është i zemruar me të. Kjo thënie e profetit ton të dashur thekson rëndësinë e madhe të ruajtjes së amanetit, qoftë ai amanet pasuri, nder, përgjegjësi apo detyrë që është besuar njeriut. Tradhtia e amanetit është mëkat i madh dhe tregon mungesë besimi e ndershmërie. Ai që vdes pa i kthyer amanetit të Zotit, humbet lidhjen e tij me mësimet profetike dhe përballet me zemrimin e Allahut. Besnikëria ndaj amanetit është pjesë thelbësore e besimit dhe e moralit islam.